Dikush më ka bërë magji. Gjeneta flet për përjetimet misterioze që po e torturojnë. Gjeneta, ish finaliste e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale pas një deklarate të pazakontë gjatë një transmetimi live në TikTok. Ajo rrëfeu se po përjeton net të vështira dhe ndjenja të çuditshme që e bëjnë të dyshojë se në banesën e saj është bërë ndonjë lloj magjie e zezë. A beson në sehire? Po më duket që dikush më ka bërë diçka në këtë banesë. Si vi në shtëpinë time, nuk flej kur rahat. Shoh ëndra të çuditshme, njerëz që nuk i kam parë kurrë. Armiq kam, e çdo ditë më shtohen nga 10. Në pushime, në hotel në Shqipëri apo në shtëpi të shoqes, flej normal. Këtu, jo. E kam pastru gjithë banesën, thira dhe një pastruese, por s'ndryshoj asgjë. Jam me hall të madh. A me shku te hoxha, u shpreh ajo. Gjeneta thekson se këto përjetime nuk kanë të bëjnë me stresin apo lodhjen, por me një ndjesi të fortë që diçka e pashpjegueshme po ndikon në jetën e saj. Ajo nuk ka vendosur ende nëse do të kërkojë ndihmë shpirtërore te ndonjë hoxh, apo do të ndjek një tjetër rrugë për t'i dhënë fund kësaj situate të pazakontë.